Çfarë ka ndodhur jashtë shtëpisë së më të famshme në Shqipëri, Shqipe Hysenaj dhe Valbona Amhilli ballafaqohen live. Familja jote më ka kërcënuar. Opinionistja Shqipe Hysenaj ka bërë një deklaratë të fortë për Valbona Amhillin derisa ishte brenda në Big Brother. Ajo tha se gazetaria ka një lidhje jashtë shtëpisë pasi në atë format shpreu pëlqimin për Lajr Vasilin, teksa Valbona doli pak më parë, ajo është ballafaquar. Teksa Valbona tashmë ka dalë, ajo është ballafaquar edhe në një studio televizive. Më ka bërë shumë përshtypje në momentin që dëgjoj deklaratën që mora këtë informacionin, se me shumë bindje ka një lidhje jashtë, aq më tepër thot se kam fakte, fotografi. Por dua që ta konfirmoj emrin e partnerit që kam lënë jashtë. Do të doja shumë që Shqipja të nxjerr foton, të ftoj ta bësh deklaratën me foto me emër, të dalësh e nderuar për publikun. Nuk kam lënë asnjë lidhje jashtë. Shqipja ka shqetësuar familjen, ka thënë ajo.